Ky është fshati Grejkoc dhe gjendet në afërsi të Prizrenit. Por kësaj radhe nuk do të flasim për fshatin, por për një shtëpi të bukur që gjendet brenda tij. Një koqire e këtij reportazhi për shtëpitë e bukura të Kosovës është familja Beqiraj, të cilët në mes të fshatit Grejkoc kanë ndërtuar një shtëpi, e cila konsiderohet të jetë ndër më të bukurat në këtë rajon. Kopshti i kësaj shtëpie është rreth 1000 m², i cili korrespondon shumë bukur me natyrën e bukur, qetësinë e fshatit, si dhe ajrin e pastërt që mbizotron në këtë fshat. Kjo mbase është arsyeja kryesore që e ka shtyr pronarin e saj të ndërtojë një shtëpi kaq të bukur në këtë fshat, edhe pse jeton në Zvicër. Pamja mrekullueshme e këtyre maleve ka shtyr pronarin që në kopshtin e tij të krijojë edhe hapësira të ndryshme për qëndrim në obor. Pasi pronari nuk jeton në Kosovë, për kopshtin dhe pastërtinë e shtëpisë ka angazhuar disa kompani adekuate për përkujdesjen dhe pastërtinë e shtëpisë. Duke qenë adhurues i gjelbrimit dhe ruajtjes së kopshtit, ka bler këtë robot me emrin Invego, prodhim gjerman, i cili e kosit barin sipas orarit të programuar gjatë stinës së verës, përveç kur koha është me shi. Ndërsa për ujitjen e oborrit dhe pishave janë 10 turbina nëntoksore, të cilat aktivizohen automatikisht 1 orë herët në mëngjes dhe 1 orë në mbrëmje. Fal këtij sistemi nëntoksor gjerman, oborri gjatë gjithë stinës së verës gjithnjë është i gjelbër. Ndërsa tani do të flasim për projektin e shtëpisë, i cili është bërë nga një arkitekt nga Zvicra që ka respektuar të gjitha idetë dhe dëshirat e pronarit. Kjo shtëpi ka rreth 400 m² dhe tërë shtëpia është e monitoruar me kamera 24 orë. Po ashtu shtëpia ka edhe sistemin e alarmit me 4 senzorë. Ndërsa tani vazhdojmë për të parë interierin e shtëpisë. Kjo shtëpi ka 2 dhoma të ditës, ndërsa kjo është hapësira kryesore për qëndrim ditor në këtë shtëpi.
Këtë dhomë të ditës e bën të veçantë ndriçimi natyral, i cili e shoqëron nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Dritaret e mëdha të vendosura në këtë dhomë të ditës të mundsojnë një pamje të jashtëzakonshme edhe gjatë ditëve të ngrohta me diell, atyre me shi, por edhe kur jashtë bie borë. Ngjyrat bardhë dhe zi, të cilat janë përdorur në këtë dhomë të ditës, të krijojnë një ambient mjaft të rehatshëm, komod dhe të këndshëm për qëndrim ditor. Pjeca më e madhe e elementeve të kësaj shtëpie janë të ardhura nga Zvicra dhe Gjermania. Në këndin tjetër të kësaj dhome të ditës gjendet edhe kuzhina digjitale, e cila është e pajisur me të gjitha elementet e një kuzhine komplete. Në kuadër të kësaj shtëpie, e tham edhe më herët se gjendet edhe një dhomë tjetër për qëndrim ditor. Gjatë pushimeve të tyre verore, familja Beqiraj e ka këtë ambient më të preferuarin, e mobiluar me shumë kujdes dhe me një temperaturë e cila gjatë verës është e lakmueshme nga të gjithë, këtu mund të ndihesh mjaft e rehat dhe i relaksuar. Kjo shtëpi po ashtu ka edhe një kuzhinë tjetër, në të cilën po ashtu dominojnë ngjyrat bardhë dhe zi. Në kuadër të kësaj shtëpie është edhe kjo zyre mjaft e përshtatshme për të punuar, ku të bie në sy kjo diplomë e njërit prej anëtarëve të kësaj familje, i cili është i diplomuar për mjeksi në Zvicër. Shtëpia ka 5 dhoma të fjetjes. Secila prej tyre është e mobiluar sipas shijeve të personave që i shfrytëzojnë ato. Të gjitha dhomat e fjetjes në këtë shtëpi kanë një pamje të jashtëzakonshme, të cilën e mundsojnë dritaret e tyre.
Në kuadër të kësaj shtëpie janë edhe 2 banjo të pajisura me jacuzzi dhe dush kabina të firmave të njohura. Ceramikat e banjove në këtë shtëpi janë prodhim spanjoll. Duke qenë në dijeni për pamjen e rrallë të cilën ta ofron kjo shtëpi, në katin e dytë të shtëpisë është edhe kjo terracë, e cila frekuentohet shumë shpesh nga pronarët. Kjo ishte shtëpia e familjes Beqiraj nga fshati Grejkos në afërsi të Prizrenit, shtëpi nga e cila jemi të bindur që të gjithë ju që jeni duke ndërtuar apo edhe mobiluar shtëpi, keni pas mundësi të merrni ide të shumta edhe për shtëpinë tuaj.